konsideron që ne Kosovën e kemi tokën tonë, e kemi tokën e shenjtë, nuk e lëshojmë pavarësisht se e ka njohur Amerika apo e ka njohur vende të tjera të botës mbi 100 ca shtete, problemi ai prapa ai që e konsideron tokë të saj. Kështu që ky rrezik ekziston. Pavarësisht se në Kosovë është futur Amerika, janë të tëra, kanë resurse, kanë forca, kanë parametra të tjerë, por rreziku këtu, po njëjtë gjë dhe Greqia. Ëndrrën e 4 vjetës e qargjet caktuara në këto spekulojnë në këto drejtim dhe janë të armatosur, nuk ta dim për shumë agimi art, mund të jetë tepër i armatosur, pavarësisht se bëhet luftë atë, po ai synimin e tij e ka deri në kushdo qeveri që të vijë në Greqi dhe të jetë dhe më e pastra në botë, ajo ka synimin e saj që do të shkumbinin. Do të thënë është në genin e tyre. Kështu që këto ekziston ky rrezik, do të thënë jo vetëm atje përtej, po edhe këtu e kemi në prakse. Në një konflikt menjëherë Ballkani do shpërtej. Do shpërtej se janë të futur shtetet midis tyre. Do të thënë nuk është ajo ndarje territoriale e pastër siç ka qenë. Shqipëria është ndarë në 5 shtete. Shqipëria vetë këtu që di që flasin shqipe bëjnë. Kështu që ky rrezik ekziston. Ju mendoni që te postimi që bëri Trump pak ditë më parë që përmendi edhe Kosovën, nuk e ka përmend rastisht. Që do merret me të. Ai di konfliktet që janë, këto janë vatra të mbuluara se mund të themi. Ato në momentin më të parë ato shpërthejnë. Se ky rrezik ekziston. Do të thonë edhe në momentin paralajmërim për Vučićin. Ai te i paralajmërim që u do bëj me këtë thap, pastaj jam me këtë, ai nisi atje, vazhdon. Ai do vazhdoj atje, vjen nëse nuk dorëzohen. Ato parametra që ka tani e vërteta nuk gjendet në këtë mes. Ato thon kanë vajtë ekspertë që për radiumin e kanë kontrolluar atje, thonë që janë parametra, ata ju e prodhon për energjinë elektrike, për burimet e saj të brendshme dhe nuk e prodhon por ekziston që këtë uranium që ka prodhuar mund t'u jap dhe grupe të tjera ekstremistëve që ata ta përdoren në vende të tjera, edhe ndaj zhvilluat dhe bëhet tërë kjo luftë, se ai që e prodhon, por ai thotë unë e prodhoj për centralet e mi elektrik për të patur industrinë për të bërë në punë se uraniumi për këto gjëra, po jo ta prodhosh në prodhime të mëdha për të bërë bombë atomike, se ky është një kërcënim për të njerëzimit. Dhe këtu në këtë mes, do të thënë, Amerika, do të thënë Shtetet e Bashkuara ndaj ndërmorën këtë hap. Mirë, po dela në tjetër që ata e pas kanë hequr thonë këto implantet e mëdha që ishin në 3 vende, e pas kanë hequr ditë më parë. Dhe mund të ekzistojë kjo, dhe mund të ekzistojë që ta kenë tërhequr. Kështu që ky është pra lufta është e gjatë, do vazhdojë gjatë. Në qoftë se nuk do ulen dy fuqitë e mëdha që kemi ne bashkë me Kinën, se janë 3 sot, Bashkimi Sovjetik, Rusia dhe Kina, në qoftë se nuk do ulen do gjejnë gjuhën e përbashkët këto të trija, atëherë lufta ky konflikt në linjën e mesme, por mund edhe më tepër të shkallëzohet. Dhe rreziku kryesor është Ballkani. Është Ballkani. Edhe diçka të fundit kam zotaj. Në gjithë këto që përmendet, gjithë analizën tuaj, ju lutem jepni një koment për Turqinë, rolin e Turqisë në lindjen e mesme për luftën, por edhe në Ballkan. A është garancia se derisa të vinë Shebaja? Turqia ka problemet e veta dhe ajo dhe lufton dhe ajo për të dalë në arenë. Do të thënë pavarësisht se ajo përkran heshtje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ajo ka lidhje të vjetra me Rusinë. Do të thënë njëra. Ka lidhje në lidhjen arabe, ajo është e vendosur në lidhjen arabe Turqia. Turqia ka dhe një problem që me të vërtetë është dhe ajo, do të thënë për ekzistencën e saj, është se ka një pjesë të popullsisë kurde, do të thënë territori kurd. Dhe kurdët janë të hapur në 5 shtete në këtë vend, do të thënë që nuk ekziston si komb, ku ka qenë një komb i fuqishëm më parë. Kështu që këtë rrezik ajo e ndjen Turqia. Dhe nga ana tjetër dhe ajo do aleatët e saj mbështetet, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aman me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kundra Izraelit, ajo që për popullin palestinez, është çështja e popullit palestinez këtu, po nuk ju dha e drejta popullit palestinez, janë në linjën e mesme dhe më gjerë ky konflikt do vazhdoj të ekzistojë. Do vazhdoj. Për Turqinë në Ballkan? Kurse Turqia në këtë mes, do të thënë roli i saj është në këtë do që të dalë dhe kjo, do të thënë do që të dalë se një fuqi në lindjen e mesme dhe realisht është në fuqinë e mesme, por që përkrahet edhe nga rusi, edhe nga në mënyrë të heshtur mund përkrahet edhe nga vendet e lindjes së mesme, siç është Egjipti, siç është Emiratët e Bashkuara, siç është Arabia Saudite e tjerë, edhe nga Irani. Kurse në Ballkan ky është konflikt që ne kemi, konflikti në Ballkan është se të shtetet e Ballkanit janë futur te njëri tjetri, kanë territoret e njëri tjetrit, janë marrë padrejtësisht.
u ndan në fuqitë e mëdha, më para dhe më mbrapa dhe ka ngelu këto. Siç është bërë ndarja dhe në lindjen e mesme, edhe ndarja është bërë me vit të drejtë, nuk mund territori me vit të drejtë. E ka bërë Anglia me Francën kur në shekullin 19. Ato e kanë bërë me vit të drejtë. Ku ka shtete me vit të drejtë? Shtetet janë tyrë sipas lake. Kështu që kjo vjet drejt i pezullon ata njësoj dhe neve siç na lënë vitin 13 që mori Kosovën, Çamërin e toka tjera nga Malizi. Kështu që konflikti është, dhe më thonë, si mund të harrojmë neve vëllezërit tanë fjala vjen Çam apo të Malit të Zitit jenë në një vend tjetër kur ata janë shqiptar, flasin shqip nga mëngjesi në darkë, e nga darka në mëngjes. Zoti, ju lutem edhe diçka, me që jemi tek bomba bërthamore, që është trumbullari gjithë saj që solli edhe bombardimin e Shëvas, me këtë justifikim paktën. Si ka qenë historia në para 90-s e ëndrës apo dëshirës tonë për bombën bërthamore? Flitej atëra që do të thonë që disponoj që ta flitej që ta ke, po nuk e kishim se bombat bërthamore janë të tre lloj. Janë të kapacitetit taktik, janë të kapacitetit operacional dhe janë të kapacitetit strategjik. Taktike është përcaktuar në fushën e luftimit në zonën ku ka një brigadë me efektet që brenda 2-3 ditësh atë largohen parametrat e saj. Operacionale zgjat më shumë dhe ajo kur het strategjike ajo është më e rëndë. Por nuk është se është provuar përveç se në Hiroshima e Nagasaki, nuk është provuar më asnjëherë bomba atomike. Pra, Shqipëria atëherë, Hoxha, e nisi si ide apo ishte thjesht qarkulloj? Jo, qarkullonin llafe se nuk në këtë drejtim nuk se e dinte ai nuk I kishte kapacitetet. Ai e vlerësonte, shikonte situatën ato, por ai nisi me këto që ne të furnizojmë me armatim të rëndë. Mori armatim, mori artilleri toksore, mori artilleri kundërore, mori avion që ruanin territorin dhe që dilnin jashtë, kishte në ndece, kishte 4 aselur. Domethënë për kohën që ishte dhe për kapacitetet që kishte I zotronte dhe nuk kishte nevojë që të sigurt ta përdorte, do ja përdorte popullit I tij, nuk përdorej bombë. Ajo bomba ndash taktike, ndash operative strategjike përdoret në vend tjetër, po dhe pushtu si që dhej, nuk e do të këndjer, do që të punoj, të marrë të mirat materiale ade. Po kjo që nuk... Çfarë vite qarkulloj atëhere, me kë ishim mirë atëhere ne? Ne kemi qenë me kinezët mirë atëherë edhe me kinezët, dhe kinezët bënde përpjekje, ndoshta edhe ne kemi dhënë të dhëna dhe ai na ka dhënë të dhëna, edhe u bë përpjekje, por jo se u fut edhe të vinte bomba këtu tek neve, absolutisht. Pra mbetin letër. Në mbetin letër, me si shumë gjëra mbeten në letër. Por aman teknik të rënd ne kemi marrë nga kinezi, siç kemi marrë nga rusin nga kinezi, domethënë mori goxha dhe qëllimi ai ishte që të mirë teknik të rënd, se ideja ishte që ne do luftonim jo vetëm kundër një armiku, po dhe blok armiqesh nëse do vinë. Dhe realisht ne do rezistonim. Ai ishte e përgatitur, domethënë ajo ushtria tjera ishte e përgatitur për të rezistuar gjatë. Edhe sot, prap me këtë ushtri që kemi, me këto forca, me këtë, sikur vi me forca këmbësore, të vi siç bëhet lufta zakonisht, që bëhet me 3 lloj të armëve, me këmbësor, me ajror, me flotën ajrore dhe forca toksore, se kemi dhe forca detare. Kështu që të trija këto po të na vinë ne rezistojmë, edhe me këtë ushtri që kemi sot. Por nuk vetëm për disa orë. Shiko, tani detyrimishi do rezistohet dhe pastaj do të çlodhen dhe ushtarët njerëz janë. Do çlodhen, do filloj parametrat në kapjen e hapësirave pastaj se bëhet me etap ajo. Se ka që mund ta kesh në teknik të tërë edhe të shpejt, ka që nuk e ke teknik se mund prishet teknika dhe ti ngjet se nuk ka hapësira. Edhe do stokohesh aty, duke stokohesh, nuk lufton njeriu 24 orë. Do ke dhe intervale pushimi, do ke dhe marrje frymi themi neve. Do ke dhe gjëra të tilla që vazhdojmë tutje për të kapur objektiva. Por kjo nuk ekziston. Sot nuk ekziston më. Sot kanë dalë dronët, kanë dalë aparatura të tjera që në këtë drejtim ndaj kërkohet tërë kjo teknologji që ty dhe ne në vendin tonë që ta kemi ta perfeksionojmë në mënyrë më të saktë dhe më të plotë. Duke uruar që ajo ditë mos vinë kurrë zoti falenderoj shumë për bisedën. Edhe neve ushtaraku përgatitet luftë, por luftën nuk e do. Përgatitet për luftë, por luftën nuk e do, se lufta është e paparë. Zoti, falenderit shumë. Turoj javë të mbarë. Edhe ju respekt dhe gjithë mirat.